në jetën bashkëtorë, problematikat e jetës në përgjithësi apo problematikët e jetës bashkëtorë në veçanti mund zgjidhen shumë mirë nëpërmjet shtratit. Pra jo gjithmonë duhet parë kjo pjesa, duhet jemi mirë shpirtërisht, se nganjëherë edhe pa qenë mirë shpirtërisht shërben le të themi marrëdhënia bashkëtorë intime, pra akti shërben shumë që të anashkalohen, që të shafiten dhe të shuhen shumë problematika që kemi ne në jetë. Kështu që shërben, si më thonë, edhe si një indikator rregullues për problemet që mund të kemi gjatë jetës sonë. Pra shtrati dhe një marrëdhënie e mirë në shtrat e çiftit është ilaç, është balsam. Pra rregullon dhe mbyll shumë gropa, shumë hapësira që mund të jenë krijuar apo mangësi që mund të ketë njëri apo tjetri. Për këtë arsye dhe preferohet. Dhe për këtë arsye është mirë, që të ofrohet ky shërbim, le të themi kështu, sa më shumë, sepse shumë problematika jetësore do të mbyllen. Dhe e kundërta, në momentin që raportin shtrat nuk është aty ku duhet, atëherë ti je i sigurt se do të gjejmë edhe gjilpërën në kasht. Do të arrijmë ta gjejmë tek tjetri gjilpërën në kasht. Pse? Sepse mungon një gjë shumë e rëndësishme e si pasojë çdo gjë mund të hetohet lehtë tek tjetri, çdo gabim, çdo pakujdesi, çdo gjë shihet. Kështu që raporti i shtratit është shumë i rëndësishëm. Madje kam lexuar në disa studime që shumica e problemeve në jetën bashkëtorë zmadhohen dhe rriten dhe kur studiohet shkaku kryesor faktikisht nuk është problemi apo gjëja e sjellë si problem, sa është probleme që ata kanë shtrat. Për këtë arsye, domethënë, le të themi, porosia, këshilla është që muslimani t'ia japi hakun mirë shtratit vet, sepse në fund fare gruaja prandaj, domethënë, le të themi, martesa, një nga pikat e rëndësishme që ka është jeta e shtratit, po kështu edhe gruaja për këtë arsye, po edhe burri gjithashtu për këtë arsye, domethënë duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe duhet me i dhënë hakun shtratit. Një shtrat i suksesshëm në jetën bashkëtorë do të thotë një amortizues, një normalizues, një rregullues i jetës përtej dhomës së gjumit.